Para 15 vjetësh, fati apo rastësia e deshi të hartoja ligjin organik më jetë gjatë dhe më konsensual në këto 20 vitet e fundit, atë 8652 të vitit 2000. Sot më duhet t'u jap kontributin dhe mbështetjen time për ligjin më të mirë të hartuar ndonjëherë në Shqipëri për qeverisje vendore. Kam frikë se sipas kësaj historiku, edhe pas 15 vjetësh nga sot do të më keni përballë kur të hartoj ligjin e tretë të pushtetit vendor në Shqipëri. Të gjithë ne duhet rokitëm deputetin propozues, kur tha këtu më keni dhe 15 vjet deputet, dhe unë do të bëj ndryshimet e tjera dhe ne duhet rokitëm të gjithë se vërtet politika ka nevojë për politikan karriere. Por unë jam kurse vëmje safateve të tilla për zgjedhjen e kryetarëve të bashkive, aq më tepër që kemi bërë një reformë administrative territoriale, për herë të parë do fitohet një përvojë dhe të ndërpresëm ambicien këtyre njerëzve që nuk i kemi me shumicë. E kupton? Dhe e dyta, që ata kanë dy filtra. Filtrin e parë kanë partitë politike, prandaj jemi ne përfaqësues të politikeve në qoftë se i kandidojmë apo si kandidojmë ata. E para, dhe filtri i dytë mbi të gjitha është populli. Dhe mbi të gjitha mund të ketë individ shumë të suksesshëm jashtë partive, që mund të kandidojnë të pavarur siç është përvoja ndërkombëtare dhe mund të jenë 20 vjet kryetar bashkie dhe administrator shumë zot. Dhe është gabim. Dhe e treta, më vjen keq për kabinetin qeveritar. Që të bie projekt ligjin këtu, në qoftë se jeni bërë pishmend, tërhiqeni projekt ligjin apo amendimin, por jo ta votoni kundër. Atë që keni për vetë. Është drejtë e kryetarit të grupit të flasi siç foli, absolutisht, është drejta ime me kushtetutë, me rregulloret parlamentit të bëj amendamente.